Kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama, në kuadër të prezantimit të programit të kësaj force politike për rilindjen e shëndetësisë, vizitoi personelin mjekësor të Spitalit Ushtarak në Tiranë. Mjekët dhe infermierët e këtij spitali e kanë njohur kryesocialistin me gjendjen e vështirë në cilën gjendet ky institucion shëndetësor, duke përfshirë çështje që nga infrastruktura e rënuar e deri tek mungesa e materialeve bazë që duhet të disponojë një spital. Fëmijët 0 deri në 6 muaj, do të thonë futen në ambientet e një gabine elektrike. Në koncepton njëri, dhe më thënë këtu, grafia, fizioterapia, me një kat tjetër. Sot, për shembull, po dush më operu, duhet blesh betadin, unë për shembull, kam operu njës, një shishe betadin, ata materialet... Garzat, bendet, ilaqet, gjara. Ke pa farmacit si kanë bjet, 20-30 janë të dera. Tonë ba me pa ka 5 milion gjiro në ditë, po e në rrezik. Lideri i opozitës është shprehur se rimarrja e kontrollit të plotë të mjediseve spitalore duke mos lënë vend për abuzime është gjëja e parë që qeveria e tij do të bëjë, e që do të pasohet më pas nga zbatimi i planeve dhe masterplaneve në këtë fushë. Këtu do të fillu me hapin e parë që është rimarrja e kontrollit mbi territorin e spitaleve të Republikës së Shqipërisë nga shteti, se këtu territoret e spitaleve janë bërë toka e asnjërit, o burra kush mundet, njëri zapton për një parkim, tjetri për një lavazh, tjetri për një piceri, dhe ndërkohë qeveria vazhdon me të vetën territorin spitalor të Republikës Shqipërisë, vetëm spital nuk ka nga vipamja e asaj që shef, e asaj që të rrethon dhe e asaj që të pret. Rama e cilësoi pjesën e shëndetësisë në programin e opozitës si më radikalen, pasi në këtë fushë, si tha ai, duhet të reformohet sistemi i financimit. Arsyeja pse edhe në programin tonë, pjesa e shëndetësisë është pjesa më radikale, është sepse këtu realisht duhet përmbysur komplet. Duhet ndryshuar komplet sistemi i financimit. Shteti ta blejë shërbimin, ta blejë shteti. Dakor? Jo ta blej qytetari, ta blej shteti dhe shteti ta ofrojë nëpërmjet shërbimit kombëtar shëndetësor në mënyrë të ndershme dhe drejtë. Kryesocialisti garantoi se partia e tij me të ardhur në pushtet do të bëjë të mundur dhënien e shërbimit shëndetësor për çdo, pavarësisht nëse është i siguruar ose jo.